Luftëtarja shqiptare Bubulina luftoi për çlirimin e Rumanisë, Spanjës, Greqisë, Italisë. Di që bas luftës nacionale shqiptare, një pjesë e shqiptarëve ka vajtur në Spanjë për të luftuar. Pas luftës nacionale shqiptare? Do të thënë, kur përfundoi lufta tek neve, vajt në vullnetar për në Spanjë. Në 45-ën. Në ato vite, besoj, nuk e di. 45-ën, bota vendosi paqen mbi Berlin, munda midis amerikanëve dhe rusëve, ndikimi amerikan, ndikimi rus, Gjermania kaloi në planin Marshall të ndërtimit, bota nuk ishte luftë, bota Evropa. Mehmet Sheu ka qenë në Spanjë, ka luftuar. Ishte shoqe ngushtë me Mehmet Sheu. Bubulina. Jo se di, po di që ka një pjesë shqiptarë nga këtu nisim që kanë luftuar në Spanjë. Greqia ka qenë nga cilësh e ka ndihmuar për të shliruar Greqinë. Marim ndihmën 50-50? Marim ndihmën 50-50. Regjia, ju lutem ndihmën 50 me 50. Greqisë dhe Italisë. Greqisë duhet jetë me logjikë. Të rrezikoj një herë për Greqinë, po Keno një mik që e ditë, që mund të ditë? Po, e përdoret në telefonatën. Po? Marim Arben Zoza. Arben? Zoza. Dota. Zoza. 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 Një lutem, në këto momente përdorim dhe ndihmën në fundit telefonoj mikut Arben Zoza. Çfarë profesioni ka? Botues librash. Botues. Botues. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje ashtu. Agron Dhaka, ju përshëndet ka show ku si kush do bëhet milioner. Si jeni zoti Arben? Përshëndetje, si jeni ju? Faleminderit. Zon. Si ju shkojnë botimet? Çka kemi në një të re? Po kam një të gjëra ndorë, kam ca projekte. Interesante. Të uroj sukses. Në këto momente përballë me ndodhet mikesha juaj Blerina Metkaj, e cila ka nevojë për ndihmën tuaj. Koha për pyetje dhe përgjigje është 30 sekonda. Unë duke ju përshëndetur dhe ju uruar sukses, ju kaloj me një herë Blerinën. Faleminderit. Atëherë Arben, pyetja është kjo. Luftëtarja shqiptare Bubulina luftoi për çlirimin e kujt shteti, Greqisë apo Italisë? Greqisë. Faleminderit. Lutem. I besoj mikut tim. Dhe përgjigja përfundimtare është Greqia. Bubulina dhe Kanari janë shqiptar dhe birë shqiptari. Janë përtrimat e patriotët e mëdhenj shqiptar që luftuan dhe dhanë jetën e tyre bashkë me Marko Boçarin, që dhanë jetën e tyre për çlirimin dhe pavarësinë e Greqisë në revolucionin kundër Osmanlive turq 1821. Pra, Bubulina e famshme shqiptare ka luftuar për çlirimin e Greqisë. Jo vetëm kjo, po dhe shumë shqiptarë të tjerë. Historia jonë në një farë mënyrë ka qenë goxha e lidhur me pikërisht prandaj thash që në momentin e parë kur doli pyetja, cilësisht kanë rënë pyetje të lehta deri tani. Nina. E saktë ndihma e mikut. 650 euro për ju.